Me shpalljen e ekipit kampion dhe ndezjen e fishekzjareve, zyrtarisht përfundoi edicioni jubilar i 20 me radh turneu mbarkombëtar i futbollit për fëmijë kategorit U15 Tërnoci 2025. Ky turne realisht edhe kësaj radhe përmblodhi gjithë përpjekjen e aktorëve që kanë vënë në lëvizje idenë madhore për të shpallur dhe kultivuar futbollin te fëmijët në të gjitha qytetet shqiptare. Fitues i këtij edicioni jubilar të turneut mbarkombëtar doli ekipi nga Peja, i cili në finalen që u zhvillua në terren të vështirë, shkaku i shiut të madh që binte gjatë 2 ditëve që po zhvilloi turneu, mundi ekipin e Durrësit pas ekzekutimit të penaltive, pasi ndeshja në kohën e rregullt përfundoi me shifra 1-1. Trofeun ekipit fitues ja dorëzoi kryetari i komunës së Bujanocit Arbër Pajaziti. Për ekipin nga Peja ishte trofeu i 8 nga 20 edicionet e organizuara deri më tani. Pas këtij suksesi të jashtëzakonshëm, koordinatori i Pejës Valdet Shoshi, i emocionuar për suksesin në këtë edicion jubilar për TV-kohën, deklaroi: Duhet t'i falenderoj fëmijët, të cilët përveç karakterit, ata treguan edhe një kulturë sportive, me çka jam shumë krenar me ta. Koordinatori i qytetit të Pejës Valdet Shoshi ka edhe një porosi për të gjitha ekipet pjesëmarrëse në këtë manifestim gjithkombëtar të futbollit. Porosia ime ta vazhdojmë këtë traditë. Është një e mirë që fëmijët tanë po shoqërohen ndërmes veti me shumë familjar dhe ajo misi po lidhet ndoshta edhe me tërkohën. Unë do të përgëzoj edhe një herë për këtë organizim, mirë po ne koordinatorët duhet të ulem dhe të bisedojmë për ta profesionalizojmë edhe më mirë. Vendi i dytë i takoi Durrësit, vendi i tretë nikoqirëve të ekipit të Tërnocit, ndërsa i katërti dhe i fundit i takoi Tetovës dhe Ulqinit. Për ekipin e Tetovës, që deri më tani ka të fituara 6 vende të para, 7 vende të dyta e 6 vende të treta, ishte kjo paraqitja më e dobët sa i përket rezultateve. Organizatori për të gjitha 5 ekipet në shenjë të respektit ndau kupa dhe medalje, ndërsa lojtar dhe golashënues më i mirë u shpall Leon Brahim Demaj dhe portieri më i mirë u shpall ai i Tërnocit Fatjon Saliu. Pas përfundimit të pjesës sportive, në darkën solemne tek Hotel Rozafa në Bujanos, ku i pranishëm ishte edhe kryetari i Bujanocit Arbër Pajaziti me stafin e tij, përgjegjësi i sektorit të sportit në komunën e Tetovës Habi Lajeti, përfaqësuesi i 5 ekipeve pjesëmarrëse dhe këshilli organizativ i turneut Tërnocit 2025 në krye me Nexhat Aliun, koordinator. Me këtë rast, Arbër Pajaziti, 5 koordinatorëve të ekipeve u ndau dhurata në shenjë respekti, mirënjohje, falënderimi për kryetarët e qyteteve pjesëmarrëse dhe njëherët dorëzoi stafetën koordinatorit të Durrësit Eduard Salillari për organizimin e edicionit të 21 që do të organizohet nga Qendra Kulturore e Fëmijëve të Durrësit, përgjegjësi i sektorit të sportit pranë komunës së Tetovës Habi Lajeti, nderoi kryetarin e Bujanocit me një plaket me emblemën e komunës së Tetovës. Të shënosh edicionin e 20 jubilar, turneun mbarkombëtar të futbollit për fëmijë U15, është e pamundur që të mos përmendet ideatori Zotri Naim Kërçuku dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve të Durrësit dhe koordinatorëve Muzafer Livoreka, Nexhat Aliu e të tjerët, pasi kontributi dhe mundi i tij është shumë i madh.